të cilat gjenden pikërisht për të fituar një kohë politike që mund të shërbejë një partie politike, por jo Kosovës. Sërish, Kosova ka sfida të mëdha. Gazi amerikan, mos harrojmë që sot është një ditë jo e lehtë. Është 17 korrik dhe fatkeqësisht Serbia ka hapur procesin e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht sot në datën 17 korrik 2026. Një proces që Kosova fatkeqësisht e ka të pezulluar. Ka të pezulluar. Si rezultat i disa prej kundërshtive të qarta të deklaruara me kursin përkatës të qeverisë në detyrë. Pra, mendoj që në qendër të secilit debat politik dhe publik duhet jetë pikërisht sfida që Kosova ka për të rifituar korsinë e dur në një marrëdhënie e cila patjetër që është e pandashme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo marrëdhënie duhet shëndoshur për ditë. Duhet konsoliduar çdo ditë dhe kjo konsolidohet përmes akteve dhe veprimeve konkrete. Dhe aktet dhe veprimeve konkrete do të thotë patjetër pjesëmarrje në projektin e gazit amerikan, rifillimi të gjitha përpjekjeve për dialogun strategjik, dhe ç'është më e rëndësishme, institucione stabile, të cilat patjetër që mund të krijohen shumë thjesht, pasi në fund ditës qeveria lehtësisht mund të votohet, pasi një parti i ka numrat e nevojshme, nevojitet vetëm vullneti politik për të arritur marrëveshje ose me partinë e dytë, ose me partinë e tretë, apo dhe me opozitën në tërësi, dhe shembull që përmenda më